Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ja ku i takojmë së bashku si çdo ditë tani më nga e hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Vera në fakt mban jo vetëm emrin e Antalias, por gjithashtu edhe atë të Egjiptit. Vast Tour Operator nuk mund të ishte më shumë krenar dhe i lumtur se sa kaq, duke pasur një destinacion ekskluzive, duke sjellë gjithmonë ofertat më të mira të mundshme për të gjithë ju. Në fakt për të folur për këto të fundit, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Ison nga Vast Tour, e cila tani më me mua bashkë moderon ofertën e ditës dhe sjell ofertat më të mira. Kënaqësi të kem në studio. Faleminderit shumë, për mua është privilegj më shumë se kënaqësi. Për mua një kënaqësi e madhe, jo vetëm sepse na njeh me çdo të re që ndodh nga përtej Shqipërisë drejt nga Egjipti, por edhe me ofertat të cilat këtë vit janë edhe më të shpeshta, edhe më të shumta. Si ka nisur kaq i vrullshëm ky sezon? Nuk mund të them ose apo të tregoj modeste, si gjithmonë. Mirë, faleminderit. Dëgjoj, Vast Tour që qëndron gjithmonë, po themi, i pari në opsionet apo në kërkesat dhe pse jo dhe vetëm dhe të informacioneve që klientela apo agency Vast Member kërkojnë, është sepse ruajnë gjithmonë një standard dhe këtë standard e përmirëson nga sezoni në sezon dhe absolutisht nga viti në vit. Kështu që normalisht do nisi i vrullshëm sezoni dhe për sharmin që do flasim sot. Para disa kohësh kemi bërë takimin për sharm së bashku dhe mendoj se të bëra me dije që ishim drejt nisjes së parë që ishte pothuajse sold out. Është sold out e para, që është 26 qershori, dhe gjithashtu nisja e dytë që është Trekoriku. Kështu që se e duan kaq shumë Egjiptin tani më shqiptarët? E para është afërsia e udhëtimit, pra nuk është më Sharm el Sheikh apo Egjipti një destinacion i largët i paarritshëm. Udhëtimi me charter dhe udhëtimi direkt mbi të gjitha absolutisht është një ndër shtyllat kryesore pse Sharmi përzgjidhet. Qoftë për ata që nuk e kanë provuar, por kemi shumë përqindje të lartë klientësh të cilët kanë vizituar Sharm dhe zgjedhin ta vizitojnë sërish. Kështu që përveç veçantisë si destinacion dhe të gjitha saj larmishmërisë dhe magjisë që ofron Sharmi, janë dhe këto, po themi, backstage-et që e bëjnë Sharmin shumë të preferuar. Nëse deri më herët ka qenë Antalya në fakt kryefjala e verës, e cila vazhdon të qëndrojë pa diskutim sepse na ka njohur me konceptin e resorteve, shërbimit all inclusive dhe të gjeturit praktikisht gjithçka në një ambient të vetëm. E nëse Sharmi deri dje konsiderohej si një destinacion shumë i largët, luksoz, ndoshta deri diku për pjesën më të madhe i pakapshëm, tani më duket sikur Sharmi konkuron ndjeshëm Antalyan dhe për të mësuar që sezon pas sezoni preferohet ndoshta edhe më shumë se Antalya në shpeshtësi. E vërtet. Siç e përmende, Sharmi është një konkurrent i denj për Antalyan. E para është dhe pjesa e, po themi, e buxhetit ose e çmimeve të cilat paketat në Sharm ose resortet në Sharm të ofrojnë atë mundësinë që ti përveç se të vizitosh një destinacion të ri, sepse Antalyan pothuajse e kanë prekur të gjithë, për mos ta thënë 100% të sigur që më shumë se një herë absolutisht e kanë prekur, e kanë vizituar, e kanë njohur, ndoshta një sezon në një zonë dhe një sezon tjetër në një zonë tjetër. Kurse Sharm është tepër destinacion që të nxit kurreshtjen. Pra, ti she ato resortet dhe ti thua që shiko se dhe në Sharm unë gjej atë komoditetin, por edhe pjesën e luksit. Absolutisht, nuk mund ta lëm pas Sharm. Por unë mendoj dhe nga vlerësimet, nga feedback që kam nga klientët, Sharm përzgjidhet dhe do vazhdoj të përzgjidhet absolutisht për një kohë të gjatë për larmishmërinë e destinacioneve dhe ekskursioneve që ti do provosh në Sharm, por mbi të gjitha për atë veçanti
filozofinë e vetë, sepse edhe resortet në të cilat akomodohen klientët, janë resortet të cilat I përgjigjen çdo tipologjie klienti, çdo kategorie. Dhe kur them çdo, nënkuptoj nga, po themi, buxheti më ekonomik dhe deri tek ata më luxury. Kur flasim për resorte ekonomike, flasim për resorte në të cilat klienti gjen gjithçka. All inclusive ose ultra all inclusive sipas resortit. Por thash, sharmi të ofron pushime sharm. A është e vërtetë që me një buxhet ndoshta mesatar ose mbi mesatar në Antalya mund të gjesh një resort të mirë, ndërsa në Sharm el Sheikh mund të gjesh një resort shumë të mirë? Është e vërtetë. Ose më saktë pse ekziston kjo diferenca në çmim, le të themi për kategorinë e resorteve, jo domosdoshmërisht në vlerë monetare. Jo, patjetër. Normalisht është kjo pjesa që duke qenë se sharmi është ende po themi në zbulim ose në zhvillim, nuk doja ta thoja, po në zbulim e sipër dhe resortet atje, edhe në bazë informacionit që ne marrim pak edhe nga partneri ynë atje, na bëjnë të ditur që vlerësojmë pak a shumë sezon pas sezoni ose kohë pas kohe, muaj pas muaj, se si lëviz tregu, pra çfarë kërkon, dhe ata nuk, po themi, nuk rrisin buxhetin ose vlerën e resortit pa I ofruar 100% patjetër shërbimin dhe cilësinë. Kështu që mendoj, kjo është pika e tyre e fortë. Por nga ana tjetër, edhe pse në fakt Sharmi sikurse e thekson sa herë në fakt që jemi bashkë, ka goxha ekskursione edhe aktivitete jashtë resorteve, sërish resortet nuk e kanë zbehur punën e tyre apo impendimin e tyre për të ofruar aktivitete edhe për ata që në fakt nuk duan domosdoshmërisht të shijojnë ekskursionet. E vërtet, kemi klientel të cilat nisen në Sharm dhe dorim në resort, do shijojmë resortin. Padyshim, edhe nëpërmjet guidave tona atje, por edhe guidave lokale, ndryshojnë totalisht mendim dhe kur vim pastaj thonë nuk do e bëjmë më gabimin që dorim vetëm në resort. Jo, absolutisht. Absolutisht. Është një punë e balancuar dhe bashkëpunim midis si stafit të resortit, siç e thash, guida lokale dhe guida jonë shoqëruese që qëndron me klientelën për gjatë gjithë ditëve të qëndrimit. Kështu që nuk mendoj që çdo kush dhe ata më fanatikët e jo ekskursioneve apo ku diun të provimit të gjërave të reja, absolutisht ndryshojnë mendim. Dhe duhet të ndryshojnë mendim. Pa diskutim, a shumë sa ka Egjipti për të parë, për të shijuar, do të prishet mendjen në një moment ose në një tjetër. Cilat janë resortet që ti ke përzgjedhur sot nga shporta plotë për plotë e Vasit? Në fakt janë shumë resorte në Sharm, të cilat unë doja ti përmendja, po nëse na premton koha pak më vonë do marr pak kohë për këtë pjesë. Ata që unë kam zgjedhur për sot është një resort I rrjetit Rixos, tashmë Rixos thot gjithçka. Resorti që kam përzgjedhur për sot është Rixos Radamis. Është një ndër resortet më të preferuara. Marr shkas ta them këtë me plot siguri, nisur dhe nga sezoni I kaluar, të cilën ne implementuam dhe integruam për herë të parë në rrjetin e resorteve Rixos në Sharm el Sheikh. Rezultoi absolutisht me vlerësim më shumë se pozitiv. Në konceptin, në bordin e vetë, në akomodimin e klientëve në dhomat absolutisht shumë spacioze, shumë luxury dhe mbi të gjitha në ofrimin edhe për familjarët të faciliteteve për fëmijët e tyre, absolutisht dhe aktivitete për sa I përket grup moshave pak më të reja po themi, apo çifteve. Këtë vit, jo më kote përmenda në fillim sërish atë nisjen e 3 korrikut që është sold out, sepse në datën 4 korrik, besoj se siç të gjithë e dinë, zhvillohet koncerti I Jennifer Lopez dhe absolutisht ishte një
një plus shumë i madh, një arsye shumë e fortë. Po besoj se ti tani e vetëdijshme që po i hap punë vetes, sepse do të kërkojnë të nisë njerëzit për Egjipt dhe nuk e më vënde. E di. Gjithashtu resorti tjetër i cili kam përzgjedhur të flas është Sunrise Montemare dhe rjeti i hoteleve Sunrise nga sezoni në sezon vazhdon që të jetë një ndër rjetet më të kërkuara. Kjo sepse, siç e përmend edhe ti, me një buxhet, po themi pak mbi mesatarin, absolutisht ti gjen një resort jo të mirë, por shumë të mirë. Kështu që normalisht dhe Sunrise Montemare është një ndër këto resorte. I ofron padyshim klientelës së vet një koncept gjithë përfshirës, me të gjitha facilitetet të përfshira, pra nuk duhet kemi atë merakun që do paguaj këtë apo do paguaj atë, dhe normalisht për Bregdetin e Sharm çfarë të flasun më shumë. Çfarë të flasun më shumë kur Pamjet flasin vetë në fakt. Po, pra dua të ikë dhe unë tani, po jo, nuk mundem. Kështu që Patën jo me nisjen e datës 3. Jo, me nisjen e datës 3 jemi sold out edhe po të duam, por me nisjen e radhës si mendon? 10 korriku? Mendoj që duhet t'ja lësh radhën të tjerëve. Okej, po. Duhem në desk, e vërtet. E citova datën 10 korrik, sepse para se të vija këtu me thënë të drejtën, bëm një announcement dhe kemi oferta për resortet të caktuara. Janë dhe resortet e rjetit Sunrise dhe Rixos absolutisht aty, dhe nxitoni për datën 10 korrik të rezervoni paketën tuaj, vendet tuaja, sepse jemi drejt fundit. Na shuaj edhe një kuriozitet të fundit përpara se të lë të shkosh dhe të mbushësh edhe datën 10. A është e vërtetë që në fakt në Sharm një nga shqetësimet ose diskutimet më të shumta është që edhe pse resortet në fakt janë brende ndërkombëtare, të cilat ndodhen anë mban globit, në fakt ushqimi që ofrojnë është tipik karakteristik i vendit dhe shpesh herë është disi jo i përshtatshëm për çdo shije individi. E vërtet. Apo është një mit dhe në fakt resortet ofrojnë shumë më shumë se sa kaq. E kemi bërë mirë që ma kujtove këtë pjesë, sepse duhet ta kisha përmendur padyshim. Edhe në takimet tona të tjera, edhe në resortet e tjera që kemi përmendur së bashku, në Sharm, resortet ofrojnë absolutisht kuzhinë internacionale. Pra, nuk kemi resorte në të cilat ofrohet vetëm ushqimi tradicional apo lokal i vendit, padyshim që jo. Sepse dhe Sharmi nuk ka treg, po themi vetëm lokal, dihet tashmë që tregu kryesor është Italia dhe ne gjithashtu nuk betemi pas tani. Betemi pas absolutisht që jo. Kështu që jo, në Sharm mund të gjejmë dhe të provojmë dhe të shijojmë ushqime dhe kuzhinat nga mbar bota. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Edhe urojmë që në takimin e radhës të gjesh në një vend të lirë. Nuk e mendoj. Këtë duam dhe ne, chartera plot edhe mbi të gjitha oferta. Patjetër që po. Na ndiqni dhe do i keni. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Kështu më vëritëm në fund për ofertën edhe për sot. Shkuam në Egjipt në 2 resorte specifike, njëri më mirë se sa tjetri në fakt, kështu që zgjedhja mbetet në dorën tuaj, e vështirë po pa diskutim e bukur. Të dhënat janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara.